Në këtë video, miq të dashur, do të ketë shumë informacione edhe për shqiptarët që jetojnë në Gjermani apo që duan të punojnë, ndaj ju lutem shumë ta shikoni deri në fund. Partitë e Unionit CDU dhe CSU kanë rënë dakord për koalicionin e ardhshëm për 4 vjet. Ato kanë hartuar edhe programin qeverisës, i cili parashikon vërtet shumë ndryshime të rëndësishme. Kancelari i ri i Gjermanisë do të jetë Friedrich Merz, kryetar i partisë CDU. CDU do të ketë edhe 6 ministri të tjera, ndërsa socialdemokratët do të kenë 7 ministri. Më në fund, partia CSU do të drejtoj 3 ministri, si që bëhet e ditur. Por, edhe më rëndësishme është se çfarë do të ndryshojë në fakt në Gjermani në 4 vitet e ardhshme të qeverisjes së këtyre partive. Ja disa prej ndryshimeve më të rëndësishme të cilat në ditët në vijim do t'i shpjegoj më detajisht. Tatimet për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme do të zvoglohen pas rreth 2 vitesh përafërsisht. Paushali për udhëtime për punëtorët që shkojnë nga një vend në vendin tjetër do të paguhet prej vitit 2026 me 38 cent për 1 kilometër. Sipërmarrjet do të kenë mundësi të uljes së tatimeve për pajisjet në vlerë prej 30% në vitin 2025, 2026 dhe 2027. Më pas do të ndryshojnë edhe disa rregulla të tjera të tatimeve prej vitit 2028. Për të lehtësuar gjendjen e sipërmarrjeve do të hiqet edhe ligji i ashtu quajtur Lieferkettengesetz. Në vend të tij do të ketë një ligj tjetër me më pak burokraci, siç thuhet. Ligji për ngrohje i ashtu quajturi Heizungsgesetz do të hiqet dhe do të miratohet një ligj tjetër për ngrohje, i cili do të jetë më eficient, si thuhet, dhe më i thjeshtë. Gjatë këtij mandati pritet të ndryshojë edhe orari i punës në bashkëpunim me kompanitë dhe me sindikatat, por për këtë, miq të dashur, do t'ju njoftoj në ndonjë video tjetër kur të saktësohet, sepse është më rëndësishme natyrisht se sa do të punohet. Sa i përket pagesës minimale për 1 orë pune, ajo do të rritet në të paktën 15 euro për 1 orë pune. Kur do të rritet sakt akoma nuk dihet, por edhe këtë do t'ju njoftoj. Koalicioni ka për synim të kursej me uljen e administratës. Do të zvoglohet numri i të punësuarve në administratën federale për 8%, përveç administratës sigurisë ku nuk do të ketë ulje të numrit të punësuarve. Federata do të përgjysmojë numrin e personave të ngarkuar me çështje të caktuara federale. Në mbështetjen e programeve të organizatave ndërkombëtare, që mund të jetë me rëndësi edhe për vendet tona, do të kursehet të paktën 1 miliard euro. Komunat më të varfra në Gjermani do të ndihmohen me rreth 250 milion euro në vit, siç thuhet në program. Por çfarë do të ndodhë me të ashtu quajturin Bürgergeld, pra me ndihmat sociale në formën e tanishme? Ndihmat sociale do të ndryshojnë dhe do të ketë reformim të ndihmave. I ashtu quajturi Bürgergeld do të hiqet dhe në vend të tij do të ketë një ndihmë e cila quhet Grundsicherung, që do të thotë një siguri bazike të ekzistencës. Konkretisht, kjo do të thotë se personave që refuzojnë të punojnë punë që konsiderohen si punë të përshtatshme, do të zvoglohen ndihmat sociale e nëse ata i refuzojnë pa ndonjë arsyetim të pranueshëm pra këto oferta për punë, atëherë nuk do të marrin ndihmë fare. Ndryshime do të ketë edhe për pensionistët. Qeveria e re garanton nivelin e tanishëm të pensioneve prej 48% të rrogës së fundit, të paktën deri në vitin 2031. Më pas do të shohim, sepse kjo varet nga gjendja e ardhshme ekonomike, nga kontributet të ardhurat e tjerë, pra ka disa faktorë. Ndryshime do të ketë edhe për nënat, sepse ato do të marrin të paktën 3 pikë pensional për kohën sa kanë qenë në kujdesje për fëmijët. Kjo natyrisht që kërkon edhe shpjegime më të sakta, sepse me këto ndryshime vërtet do të përfitojnë edhe gratë që janë kujdesur për fëmijët e tyre. Gjermania në të ardhmen, pra në mandatin e ardhshëm, do të investoj shumë më shumë para edhe në sektorin e mbrojtjes, dhe këtë ju kam njoftuar disa herë. Do të futet edhe shërbimi vullnetar ushtarak sipas modelit suedez, siç thuhet. E nëse kjo nuk mjafton, do të trajtohen mundësi të tjera, siç u thasat. Njëkohësisht në zyren e kancelarit do të krijohet edhe një këshill i posaçëm i sigurisë,
i cili do të merret me çështjet më të rëndësishme të sigurisë dhe të mbrojtjes në vend. Policia do të ketë të drejtën të ruaj edhe komunikime dhe adresat e internetit, të ashtu quajturat ID adrese, pra adresat në internet, deri në 3 muaj, që mund të përdoren për shkaqe sigurie dhe për shkaqe hetuesie. Debatet të shumta ka pasur edhe për çështjen e migracionit natyrisht dhe për këtë me siguri që keni dëgjuar. Është vendosur në fund që në bashkëpunim me vendet fqinje të bëhet kthimi dhe dëbimi i personave që nuk kanë të drejtë azili që në kufit të jashtëm të Gjermanisë, por gjithmonë në bashkëpunim me vendet e tjera. Se si do të realizohet kjo pra, varet nga bashkëpunimi dhe marrëveshjet me vendet fqinje. Azil kërkuesit dhe refugjatët me të drejta të kufizuara në 2 vitet e ardhshme nuk do të kenë të drejtë bashkimi familjar. Ndërsa pjesa e ligjit që parashikon marrjen e shtetësisë gjermane brenda vetëm 3 vitesh, kjo është shumë e rëndësishme pra edhe për shqiptarët. Për personat e integruar mirë, siç thuhet, ky rregull do të hiqet. Por rregulli për marrjen e shtetësisë gjermane brenda 5 vitesh dhe rregulli për 2 shtetësinë nuk do të ndryshojnë. Hiqet pra vetëm rregulli i marrjes së shtetësisë gjermane brenda 3 vitesh për personat të integruar mirë, siç është thënë. Marrëveshja e koalicionit të ri parashikon rritjen e Elterngeld. Do të ketë ndryshime edhe për nënat që jetojnë vetë me fëmijë, por këtë do ta shpjegoj në ndonjë video të posaçme sepse ka nevojë për shpjegimet në të shumta. Sa i përket shkollimit për studentët që nuk jetojnë me prindër, do të rriten të ardhurat mujore i ashtu quajturi BAföG nga 380 në 440 euro në muaj. Janë parashikuar ndryshime edhe për fëmijët e vegjël, me qëllim që të mësojnë sa më mirë shkrim leximin, sepse fëmijët kanë probleme në vitet e para të shkollimit. Deutschland Ticket, pra bileta mujore për udhëtimet në Gjermani me çmime të subvencionuara do të mbetet të paktën deri në vitin 2029. Tani këto bileta mujore kushtojnë 58 euro në muaj. Ligji për kanabis, që ka shkaktuar shumë debate në Gjermani, do të rishikohet dhe ndoshta do të ndryshojë apo do të hiqet në tërësi, por kjo akoma nuk është vendosur. Marrëveshja e re e partive parashikon lehtësime edhe për qirat dhe për ndërtimin e banesave sociale, por edhe këtë çështje do ta shpjegoj në ndonjë video tjetër sepse vërtet ka nevojë për shumë shpjegime. Ndryshe, marrëveshja parashikon edhe reduktimin e burokracisë. Parashikon investime shumë më të mëdha në ekonominë gjermane. Ju kam njoftuar me atë fondin prej 500 miliard euro etj. Do të krijohet edhe një ministri e digitalizimit. E parashikohen ndryshime edhe sa i përket rregullores për Ballkanin Perëndimor, sipas së cilës aktualisht në Gjermani mund të vinë rreth 50.000 punëtor pa kualifikime nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, e ju e dini që aty bëjnë pjesë edhe Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malezi, Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Numri i punëtorëve pa kualifikime që mund të vinë nga këto vende do të përgjysmohet në 25.000 në vit. Pra nga 50 në 25.000, por edhe këtë do ta shpjegoj në ndonjë video tjetër sepse akoma nuk dihet kur do të ndodhë kjo. E kur jemi tek Ballkani Perëndimor, të them se marrëveshja e integrimit të këtyre vendeve për Ballkanin Perëndimor është tepër me rëndësi për Bashkimin Evropian, sikur edhe integrimi i Ukrainës dhe Moldavisë në BE, e këto konsiderohen si interes strategjik në këtë dokument. Prandaj, një vëmendje e posaçme do t'i kushtohet edhe procesit të Berlinit në 4 vitet e ardhshme. Marrëveshja e partive CDU, CSU dhe SPD parashikon edhe ndryshimet e tjera, shumë të rëndësishme, në të cilat do t'ju njoftoj në ditët në vijim, sepse vërtet ka nevojë për shumë shpjegime. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video. Ndryshe, qeveria e re gjermane pritet të formohet në fillim të muajit maj, pasi marrëveshja duhet të miratohet edhe nga antarësia e 3 partive që do të jenë në koalicion. Tani për tani nuk ka paralajmërime për refuzimin e këtyre planeve, mirë po kjo duhet të miratohet zyrtarisht edhe nga antarësia e partive. Këto janë pra ndryshimet më të rëndësishme që parashikohen në dokumentin që quhet Programi i Koalicionit Qeverisës për qeverinë e ardhshme. Ndërsa në ditët në vijim, siç e thash, do t'ju njoftoj me detajet e këtyre marrëveshjeve. Faleminderit dhe mirupafshim.